Luizieli në zi, humb një person të dashur. Këngëtari i njohur Luizieli, pak minuta më parë ka ndarë lajmin e trisht me ndjekësit. Ai ka njoftuar se ka ndëruar jetë miku i tij. Sot u trishtova pa mas kur mora lajmin për ndarjen nga jeta të Ervin Hotit. Ervini nuk ishte vetëm një kameraman, por një mik i rrugtimit tim artistik. Ai ka qenë aty që në hapat e parë, tek ethet e së premtes mbrëma, në festivalet e RTS-s, në koncertet e intervista, duke fiksuar me kamerën e tij kujtimet, mbeten të gjalla edhe sot, i qetë, i përkushtuar dhe gjithmonë me buzëqeshje, ishin fjalët e tij. Ngushëllime.